pata prap fat, edhe hyna në momentin e duhun, në kohën e duhun, edhe me skenar duhun, edhe me rol duhun. Nja 5 vjet kam qenë në Gjermani, u largova prej profesionit krejt, edhe ka fundi nisi me mungu shumë edhe kam nis me pa ëndra. Pak e kom bo vetë edhe pak nisi me mungu edhe fal Ardh Islamit, kolegës tem, skenaristit të serialit, unë atë respektoj për profesionin edhe për njeri unë që ka, është i vetmi që ja pranoj në profesion, ndër shqiptar, se unë nuk e pranoj shumë kollaj, pa ati ja pranoj, edhe ja pranoj publikisht tu, po edhe i besoj në atë punën që bën. Do me thënë punën që e jepaj, që shkruan në këtë rast të serialit, ai më thiri tha, hajde tha mos rikot, mos e zgat ma shumë, se e zgatesh tepër. Do këtë ja ka qëllu bashkë në kohën e duhur, Gjevdet, kër e kënë djelët të nevajshme? Unë e kam gjenë dashta ma herët, a më kam pas frikë. Dhe me thënë, se ishtë ende jeton të Arif Hikmetin, ajo nuk shlyet gjatë ko do jetojen të njerëzit, po edhe kisha edhe vetë siklet, thosha, pritë nde. Masi më përshëndesin akoma, njerëzit prejnë makina, ai shkon për në shkup, unë shkoj për në Tetov, edhe më përshëndet prej andej, ku më njifni, si më njifni. Dhe me thënë, ndikoj shumë Arif Hikmetin në publik, edhe kisha shpres edhe deshta që ta harojnë pak. Arif Hikmetin për me kalun një personazh të ri edhe në diskutim me Ardin, thasha, e din që unë besoj ty Ard, edhe a je i sigurt se duhet me nis tash. Tha po, i sigurt që jam edhe prandaj hajde. Edhe sinqerisht unë e kom ndjek serialin edhe kështu, edhe ndiqa pre kur nisëm t'i bëjmë muhabetet me Ardin, e kom ndjek, edhe duket se edhe qatë fat e kom, se mu ndjekën fati. Është një shok i jem thët, ty e në gjytë mëngjes kur qohen, se Zoti u ka dhanë urdhën, edhe veç ndjekin truin. Mos këtu, mos atje, edhe kret fat, jetën edhe këtu pata prap fat, edhe hyna në momentin e duhun, në kohën e duhun, edhe me skenar duhun, edhe me rol duhun. Edhe më kam prit shumë mirë publiku, me atë sa kum pa, se edhe ne aktorët bojna kishe nuk shohin, po isheni gjitha. Gënjen kushtot se jo, i shohin edhe komentet e këqia edhe komentet e mira, po kas kush nuk është i përkrym, po kur shumica janë të knaqun, atëre nuk bën me ullë kokën. A ishe kështu skeptik me ndonjë moment, Gjevdet, a i ullë kështu me vetën e në tonë? Sinqerisht, unë shumë mendoj, para se me nisin. Nuk kum gabu në ashta kësi në qyshe kum ndërtu rolin në raste caktume, po nuk kum gabu në atë vendimin që kum ma. Qysh ka shku roli, a është përqyja, së është përqyja, është tjetër send, po i kum hy punës me paramendim, nuk i kum hy punës me padije. Pyte që ke bo, nja 5 vjet kam qenë në Gjermani, u largova prej profesionit krejt, edhe ka fundi nisi me mungu shumë edhe kam nis me pa ëndra.